Territori i Kosovës për datën 14 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica të lehta lokale, ndërsa pasditja vijon me kthjellime dhe mod të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 7 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 9 gradë Celsius.